Profesor Zekën e kemi në linjë paralele me Skype. Mirëmbrëma Zeka. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe urime. Si gjithmonë interesant dhe plot vrut, por sot desha vetëm me Landin. Pak më me kujdes atë telefonit, të lutem, se për efekt transmetimi. Nuk e lëvismë. Okej. Nuk e lëvismë. Mirëmbrëma profesor, sapo dëgjoj që do hyje në lidhje direkte dia që kishe me mua. Vazhdo. Të mirë pres. Po. Landi, është folur shumë për ato ndeshje, unë mendoj që Superioria ka gjëra shumë të tjera më të mira Bisnet Superiora për të përmendur. Tani, Dinamo ka dy objektiva, edhe Shkodra dhe Partizani dhe Gnatja, të katërta, edhe kupën dhe kampionatin. Dinamo e ka siguruar përfundimisht Final Forin dhe ne. Do vendet luante në Shkodër për Kupë të Republikës, e cila me një ndeshje shkon në Europë, zotri. Ti mendojnë që Daja duhet të shkatronte ekipin e parë që ki gjesht me mungesa se do të kënaq tifozat, apo do të luante me objektivat që ka klubi, apo do fuste futbollist e rinj. Kush trajner në botë për një, ai e kishte realizuar objektivin e Final Forit. Më dëgjoj të mbaroj pastaj. Pastaj thuj çfarë duash. Kur ka mbyllur objektivin e Final Forit, bën llogari se si do të shkojnë finalet kupës. Atëherë si shkoi lodhur, se ishte ndeshja mbas 2 ditësh, mbas jo 48 orësh, por mbas 60 orësh maksimalja, ishte ndeshja me Vllaznin. Çfarë duhet bënte? Nga Korça në Shkodër, vetëm udhëtimi, mos të përflasim shumë, politikat e tha dhe dikush aty që janë të klubit. Objektivat janë të klubit, ne, por jemi gazetar dhe unë tani, në këtë rol, duhet jemi të kujdesshëm. Edhe për ne, çfarë stan për Ignatian, që ashtu siç po gabon dhe ti, jemi 6 pikë para Shkodrës, para Dinamos në qoftë se fitojmë nesër. Edhe nëse fitonte Dinamo, nuk e arrinte Ignatian. Se edhe për ne thanë, jo doja lër Ballçit, jo doja lë këtyre, doja lë atyre. Ignatia luan ndershëm herë, si jesh i sigurt, por u them që Dinamo zgjodhi objektivin. Objektivi ishte kupa dhe në bazë të këtij objektivi luajti me lojtarë të rinj. Po, Çelmeta. Ke dy gabime, dy pasaksi. Mirëmbrëma, jo nuk kam asnjë pasaksi. Më le të shpjegojmë dhe unë se dëgjova me shumë vëmendje. Unë dhe ti në shumë herë kemi diskutuar që pjesa e formulës jo fort e përshtatshme për nivelin e futbollit, sepse për mua kampionati, ekipi më i konsoliduar në këtë kampionat vjet dhe si vjet është Ignatja. Dhe ky kampionat duhet të shëmaruar me pjesën e dhe nuk do ndoshin gjithë këto. Tash Dinamo vetë vendosin klubet, nuk e vendosin. Po, dakord. Tash Dinamo, po më lej se ose ndërpreva. Nuk të ndërpreva, më dëgjoj. Një ekip si Dinamo në objektivat e veta ka të dalë dhe kampion, të marrë dhe Kupën e Republikës. Jo më këtë e thu si Holandi. Po më le ta mbaroj se po flas me Xhodën. Po unë po e them se unë flas. Unë jam mendimin tim. Po nuk është objektivi klubit. Mos e përsërit se të dëgjuam. Kush? Unë apo po përgjigjen, po. Se unë s'po e përsëris. Çelmeta, po. Kështu që në këtë pjesë unë nuk mendoj që Dinamo u lodh kaq shpejt se ka ndeshjen kur e ka siguruar, siç thoni ju, do gjë me vëmendje. Kur e ka siguruar pjesën në Final Four, atëherë edhe për Kupën e Republikës nuk kishte ndonjë impenjim i madh. Sepse ka siguruar, thatë ju. Apo jo? Holandi luan një në 3 ditë, më po luajmë një në 3 ditë. Po, dakord, të kuptoj, dhe analiza imi ishte kjo. Për jashtu Ignatian që ka 2 skuadra, të tjerat e kanë torturë më po. Po më dakord, gjithë e kanë edhe ne kemi pak 5 lojtarë të dëmtuar dhe prapë të vështirë. Dhe unë them, po luajmë një në 3 ditë, më burr, çfarë thua do? Janë dhe 12 pikë, o profesor. 3 ditë, për gjitha janë 3 ditë. Vetëm Partizani, Dinamo, Vllaznici ka radhë kupa. Nuk rrezikohet fare Dinamo. Dakord. As ne. Po pra, dakord. As ne. Kam një pyetje, a e don Dinamo Kupën e Republikës? Po. E don. Apo jo? E do dhe Partizani dhe Vllaznia. Ne sigurisht. Shumë mirë. Atëherë, Dinamo Tirana. Në rast se Dinamo del në finalet të Kupës Republikës duke siguruar pjesëmarrjen në Final Four, do ta toleroj, do zbresi prapë, se ka ndeshjen e Kupës. Do ta toleroj prapë, do zbresi me 90 vjeçarët? Tashi në ndeshjen që ka Dinamo të kthimit, më dëgjoj me kujdes, ka 5 ditë që është e plot për të rikuperuar skuadra. Po unë më shumë mora për faktin. Nuk na arrinte dot ne, se ne kemi një ndeshje më pak dhe jemi 4 pikë para. Kështu që Dinamo edhe po të fitonte, nuk e arrin Ignatian.
Po nëse nesër fiton Elbasani, ndaj Ka me Gnatjes. nëse. Si? S'ka me nëse. Nuk ka. Fitojmë. Fitoni. Ne nuk tolerojmë, do fitojmë. Atëherë Dinamo ka bërë llogarin që ju nuk arrin dot dhe prandaj Po dhe kjo me nëse është pastaj. Okej. Jo, ka zgjedhur në prioritetet, ka zgjedhur objektivin më të afërt, mendoj unë. Qartë, dakord. O Landi, Ndoshta kam një gabim. miqësisht. Landi, miqësisht. Po, Ka një miqësisht problem po flas, shumë analiz madh po bëjmë pse. edhe për atë që thua ti. Unë me Partizanin jam, kështu që nuk më intereson fort. Kishe parë në një kampionat që Dinamovit. kishte kaq shumë sportive. Po pra. Fale Gnatjes. Nga vendi 6 deri në Fale fundit. Gnatjes. Fale Gnatjes. Po Kishe shoh parë një ndeshje kampionat shumë të cilësisë lartë. Landi ka një gjë. Unë habite, media ja ka borxh derbit paktën. Ka një javë që s'flet fare. Kujtohet një ditë para thotë që nesër është derbi. Jo, Më jo. përpara, E përjashtojmë ne vete nga kjo. përjashtoj juve, përjashtoj ju, në rregull. Por përjashtoj ju. Hajde edhe ne, edhe unë dhe ju. Okej. Po, Landi, ne duhet t'i japim pak mos Po të se përsërisim ka dhe një ndërhyrje nga gjëra. profesor Bicaj, Zeka, po mbaroje këtë fjalin. Ka mbaruar historia e formatit. Harroni këtë, thuhet çdo javë ajo se nuk është lajm më. E kanë miratuar 10 presidentët me propozim si është bërë. Kjo nuk ndryshohet më për këtë vit. Shohim kismet shtator. Por tani nuk ka patur gar si kjo deri tani. Nuk kanë qenë tolerime. Trajneri ka bërë ndarjen midis objektivave prioritar dhe të ndeshjes radhës. A të bëj pyetje Gjodës? Po, bëj pyetje, profesor Bicaj. Profesor Gjodha me mbrëma. Me mbrëma Bicaj. Mbo qefi që ju kemi pjesë të emisionit, edhe si ishtë Dinamovit, do të bëj një pyetje, pavarësisht se je tek Gnatja dhe Gnatja në I gjithë. punësuar jam, i punësuar, jo isha i punësuar dhe e quaj periudhë shumë të mirë timen me Dinamo. Po, sigurisht, edhe unë ashtu vazhdimsi. dhe, po, gjithë mendojmë që Gnatja do dalë e para, sepse duke parë dhe formën, por kush mendon se do dalë e dyta, Vllaznia apo Dinamo? Sepse unë personalisht shikoj që Vllaznia do jetë e dyta. Lidhet me diskutimin me Qelmetës, lidhet me diskutimin Qelmetës, ha? Unë vazhdoj të jem konstant me ato që ka thënë zoti trajneri jon, Tetova, i cili thot, ne merrim ndeshje mbas ndeshjes, i kemi objektiv të 2 trofet, dhe ne nuk mendojmë për kundërshtarët se kush do të dalë i pari, i dytë apo i tretë. Ne dimë që vendi i parë, E shkëputur nga kjo që je aktualisht, profe. Vendi i parë jemi ne. Po, patjetër nuk e diskutojmë vendin e parë. Të gjitha, të logjika na çon gjithë që... Po ti kush do dalë, Flamurtari apo Besa? Po je përgjigje mua që bëri. Edhe unë përgjigjem dot. Po pres përgjigjen në burr. Nuk përgjigjen dot për sot. Po nuk është politika janë të klubit tjetër dhe unë nuk mund të ndërhyj të jap opinione për një klub kur unë jam shkel etikën e klubit ku jam. Jo, e di si ishte pyetja. Një moment. Ju ndërhyt se u morë analizë Dinamo, nuk morë Gnatja. Ja që ka drejtë. Ju ndërhyt. Ju prandaj do të lidhje. Po, ju ndërhyt për nuk sash për Gnatjen. Ju ndërhyt për Dinamon. Për të mbrojtur nivelin e superiores që mos përgojohet kot Po nuk me përgojojmë, jo. Pyetja e Bicajt, me sa kuptova, më korrigjo pastaj nëse jam gabim, bile lutem. Pra, e kishte në këtë kuptim që nëse Dinamo mendonte në ndeshjen me Skënderbeun që nuk e kap dot e Gnatjan, po vendin e tretë ai shikonte si kërcënim, pra në këtë kuptim e kishte, se nëse thot vendin e parë nuk e arri dot, po të dytin ai humb dot. Pra, kjo ishte pyetja. Dinamo dhe më pak më intereson. Ne dim që ne do vazhdojmë ta respektojmë edhe këtë finalforin apo këtë strukturë, të respektojmë dhe çdo ndeshje siç kemi respektuar dhe çdo kundërshtar. Ajo sepse aty pastaj ka probleme që unë s'mund të prononcojmë se ka të bëjë. Edhe unë do doja shumë qofse Klodi na fton ndeshjen finale, ti je në studio. Po, 2 të ftuar i kemi për ndeshjen finale. Sepse do ta dini. Patjetër. Po se rra unë, mund vi Aleksi edhe Malota që do ngrën kupat. Tani do na futesh në Skype dhe atë ditë. Hajde këtu më mirë. Mirë, po vi, faleminderit. Mos e ngre Vllaznia. Op, si, mos e ngre Vllaznia. Vllaznia, ndaj të du studio. Kushtë? Jo, në çdo rast do jetë, kështu që Një zotë ti, po ne ja kemi bërë smedin ti. Absolutisht po. Allah ti ishte, ne ja kemi bërë smedin. Jo, Qelmeta ishte.
Kemi një skuadër shumë të mirë, por vet grupi i plot më së fundi po na mungon vetëm ndreca, më së fundi kem vetëm një lojtar të dëmtuar. Por këto ditë skuadra kthehet fiks për final forit. Duke qenë se ne shkojmë në finale edhe me Barazil, them që vështirë do ta kesh çdo skuadër sepse nga Kupa e Republikës keni la dur. Me ne skuadrat mburren. Ta gjes kam. Okej, nga Kupa e Republikës besoj se Gjithmonë tifozat, ju flisni si tifoza, unë them që ka dhe një 90 minuta. Okej, mirë. Zeka, faleminderit për ndërhyrjen. Faleminderit gjithmonë, natën e mirë.